folë sigurisht. Por para se të vim të Sardi, dua që të shohim një material bashkë të përgatitur, i cili është shumë i veçantë në të njëjtën kohë. Të bësh 100 vjeç sot, Arbër, është punë e madhe, kështu që ta kemi të gjithë shëndetin e të rojmë aq sa Axha Arben Xheladini. Come noi che vieni 100 vjetë. Adem Xheladini nga fshati Lubisht i Vitis në shkurt të këtij viti ka festuar 100 vjetorin e lindjes. Ai ende jeton në shtëpinë e tij në oborrin ku pret mysafir dhe kalon kohë me familjar e fqin. Pavarësisht moshës, ai qëndron i fortë dhe gëzon shëndet të mirë. Me nostalgji flet për rinin e tij, për ditët ku punimi i tokës ishte krenari dhe kur fjala e dhënë vlente më shumë se gjithçka. Ajo, më pasi ti bësh 100 vjetë. Po. Shorë në njerit. Jo mirë po dukesh. Paj, dokëna një pakyç. 100 vjetë, qësh po duket, a ke menu që kime arrit deri në këtë moshë? Jo, Po që shukon rinia jote, çka keni punu, me çka jeni marrë në atë kohë? po, kemi punu shkamas. Shpia, bate, bjeshk, bora tëri këso. Na duhesh kemi shku me bo metra. A kujdesni edhe ju sa shpesh veni te prindi? Po, vina, vizitojna qështo, po na ma shumë këto e këshyren, valla, kjo kunata vllave e asihin, e këshyren. Po qysh e mbani mend prindin, ndoshta kur ka qenë i ri, sa ka qenë i fort? Po, i fort këto, se këto Lubisht është ajri i pastër, uji është i mirë, tana qështon, po. Cili është sekreti që ke jetu kaq gjatë? Çka të ka majt kaq të fort? Puna, haja e mirë, ajri? Hajri, na kemi pas hajrin, kemi pas dhanë, kemi asi, baba dhe ke zinë ma qëta. Edhe... Po qa keni hangër në atë kohë? Pa, kemi hongër, vëlloj, si që shëtënë, kemi hongër shamas. E bukolla mua, ti që kina të shke. Koha, a i është mirë me shëndat kështu, a në kohë është prej diçka? Pa, Reun. kam pas fare që kemi punu në bjeshk, bora të të rikëtjum, kemi edhe në shlepera për prugë. Mi ka dëmtu. Ndër të tjera, 100 vjeçari thekson se dikur kishte më shumë respekt mes njerëzve. Po, për një të nuk kanë këtu, baba. Sa u ka hup ky respekti? Kërejt. Pse? Kërejt. Kom e ditë, në hazarët me përbën të lashidin në Po, sa e ke respektu ti prindin tanë, babën tanë, sa e ke respektu? Po, këmë shumë. E kon hoqë, kon 5 gjemë. Po. Ha? 7. Po. Po sa... Ti vëshja bëj ke babën me kështë. Ti aty. Po. Ti a i konë qështu i rap me fmite to? Paj. Kanë erë, po. A kanë gu? Ha? A kanë gu? Ja, kanë gu.
Sot për kujdesjen më të madhe merr nga gruaja e djalit të tij, e cila kujdeset për vjerin e saj me përkushtim dhe dashuri. Që sot që se, po dal, A ecë edhe sot, a dal? po dal, po heci. A që më këshyr, ka këshyr, ku shkoj, i rija. Ajo, Qaj, kemi edhe nusën e djalit që po të shirë. Ka përmend gjatë gjithë intervistës. shumë kjo. Po. Po. Sa shtirë me i nejtë gati? Shtira po për mua së shtirë heq. Po, është në Po e respektoj e këshyri sukur babën tem. Po. Asë në vjen mërzi, asë heq, fill qetë. Po sa li për kujdesje sa është? A mundet vetë ndonjë nevoj me Qka duhet? Mundet vetë me dalën, ama ma shumë i rigati për kraje kapi, mos më mërthuën, mos më me të shtratë. Sa vjeqare ke gjetim? Unë këta, Alloj, Që sa vite? unë që 28. Në 10 tori kom ba 28 vjetë që martuën, pe a ditit unë e ma e kom këshyrë. Po. Po, ndërteme është, që 28 vjetë. Sa më ka, asi këm ka këshyrë, kërë ka një ri, edhe thmijen mi ka këshyrë, edhe ta është tonë e Tash ti është këshyri, problem ti. edhe thmija me e këshyrin, burri, bijat, ma shembëll, e kam një djallë, aja është jashtë, edhe aje këto kur është e këshyrë. Po. Aje më qu natën i kom dhanë bëk, njëtë natës me baki jem qu i kom dhanë bëk. Kur ka pas qef kë, kur ka lipën me ka zgjarë me kom ka në 3-5 ure natën. E kom këshyrë edhe teri desë këshyri. Kjo është një shambull shumë i Po, mirë që për jetë. edhe 200 vjetë me jetu, anë për mua jam e knaqët, së më vjen mërzjeq. Familja Gjeladini në përgjithësi njihet për jetëgjatësi, pasi shumë prej tyre kanë jetuar deri në pleqëri të thellë. Nana e edhe këtina, a i ka pas në dhe të Kosur, ta na i kemi taj edhe 1.600 mas këtena, edhe a i ka ofri po 90, një halë kena dhe ata në gjallë, edhe a i ka 97, që shtonë. A është një fshat i lubish në shta për ajrin që i ka Po, mbajtur? ajri i pastër, ajri që shtonë. Historia e Dem Gjeladinit mbetet shembulli një jete me nder, punë dhe dashuri për familjen.